di kush ka bërë të falë aty nga Italia? Jo, më thuaj. Ndonjë artiste ja po të jap ca mundësi, është një artiste shumë e njohur. Banon në Tuzë. Është shumë elegante, shumë e pasur, dhe më tha, të lutem në Shkodër, do më justifikosh të Noela, po do mi qosh shumë të fala, sepse i ke nisur një ftesë për të qenë pjesë e emisionit. Po, e vërtet. Por ja që fati e bashkoi me mua dhe mora unë në vendin tënd. Sikur ishte destinuar të ishte Viki Lulgjura i pjesë e Tatoki. Me përshëndesim shumë fort dhe falenderoj shumë për të falat. Çfarë tha tjetër? Një urim shumë i bukur për të gjithë shqiptarë kudo që ata ndodhen edhe sjellim përmes një kartoline të realizuar pak ditë më parë në varrezet e Italisë dhe sofra e Malësisë. Viki, një përshtypje nga sofra e Malësisë që u bë për herë të parë në varrezet e Italisë, por dhe në të gjithë Italinë. Kjo ishte sofra e parë e Malësisë. Unë jam kënaqur shumë, ishte kënaqësi që isha sonte në mesin e malësorëve këtu në Itali. Kam kaluar shumë bukur dhe faleminderit për respektin që më dhanë sonte. U priti jashtëzakonisht mirë, unë pash edhe rinin që qëndroi afër, kërcyen me këngët e tua. Ku ndihesh më mirë? Gjithë ku ndihem mirë, Malësinë tonë, Tuzit, në Amerikë, gjithmonë, por në veçanti mas mirit e mas mirit ndihem në Shqipëri. A në Shqipëri? Po në Shqipëri. Shqipëria kam publikun tim që ndihem me zemër. Më vjen mirë, do me thënë që e thua këtë, i ka zbehur pak emigracioni, emigrantët, kur vjen puna për të festuar, apo jo? Ata i kanë ruajtur traditat, ti e vërej që i kanë ruajtur. I ruajnë traditat dhe vjen shumë mirë e kënaqem për i shumë. Sa gjë e bukur. Në Shkodër, si ndihesh në Shkodër? Se ti i theksove Shqipërinë, po më thuaj pak shkodranët, ata po të ndjekin tani përmes emisionit Tatoki. Shkodrën e kam shumë veçantë, kënaqem Shkodër, sikur shkoj me këndua, sikur shkoj me pushoj, domethënë Shkodër gjithmonë pushoj. I përshëndes gjithë shkodranët e mi. Dhe një urim për shqiptarët edhe ata për te kufirit atje në Shtetet Bashkuara të Amerikës ku ti e ndan jetën midis Shqipërisë, Tuzit edhe vendit të kontinentit largët. Një urim, çfarë do t'i urojmë shqiptarë përse ka nevojë ata në 2026? Gëzuar Krishtlindjen dhe vitin e ri gjithë shqiptarëve kudo që janë. Së pari u dëshiroj që këtë festat i gjenë shëndoshë mirë, pranë familjes së tyre edhe të plotësohen gjithë dëshirat që ata i kanë. Ne urojmë më të mirën edhe për ty dhe suksese në rrugën e bukur të artit. Të duan spektatorët dhe shpresojmë që të kemi vazhdimisht në skenë. Shihemi së shpejti në Shkodër, Lezhë, Koplike, Bajze. Dhe të gjitha këto vende agjenda është plotë për plot. Kështu që interesoni në rrjetet sociale apo në shfaqjet e ndryshme që bëjnë subjektet private dhe ndiqeni Viki Lulgjura i krijon një atmosferë të jashtëzakonshme. Suksese. Shumë faleminderit. Je mrekullueshme.